Imagjino një sekret aq të thellë dhe të errët, saqë është fshehur për mijëra vjet në thellësitë e një vendi që edhe demonët e kanë frikë. Ky është sekreti që zbulohet në kapitullin 9 të zbulesës, ku përmendet një humner misterioze. Përgatitu për një udhëtim tronditës dhe zbulues, ku do të hetojmë profeci të lashta dhe ngjarje që paralajmërojnë fundin katastrofik të kohëve. Nëse je i apasionuar pas zbulesave biblike dhe profecive apokaliptike, qëndro me ne deri në fund, sepse ky rrëfim do të trondit dhe do të ndryshoj mënyrën se si e kupton fundin e botës. Zbulesa 9 flet për një vend të frikshëm, të njohur si pusi i humnerës. Sipas profecisë, ky pus do të hapet së shpejti dhe nga aty do të çlirohen krijesa demonike me një mision të tmerrshëm. Ata do të ndëshkojnë ata që nuk besojnë, si pjesë e një gjykimi hyjnor që do të trondit mbar njerëzimin. Por para se të zhytemi më thellë në këtë temë, duhet të kuptojmë çfarë është në të vërtetë ky pus, ku ndodhet ai dhe kur do të hapet. Fjala humner në Bibël përshkruan një vend të thellë, të errët dhe të izoluar, ku disa engjëj të rënë janë burgosur me urdhër të Zotit. Në Ungjillin sipas Lukës 8:31, kur Jezusi përballet me një burr të pushtuar nga një legjion demonësh, ata e lusin që të mos i dërgojnë në humner. Ata preferojnë të hyjnë në trupin e një tufe derash, sesa të shkojnë në atë vend të tmerrshëm. Ky moment na zbulon diçka të rëndësishme. Për demonët, humnera nuk është thjesht një vend, është një burg hyjnor ku ata vuajnë dhe janë të ndarë nga fuqia që i liron. Edhe pse Bibla nuk e tregon me saktësi vendodhjen e humnerës, shumë teologë besojnë se ajo ndodhet në thellësitë më të errta të ferrit, ndoshta në vetë qendrën e tokës. Kjo ide mbështetet jo vetëm në pasazhe biblike, por edhe në zbulime arkeologjike që aludojnë për vendet e errta dhe të lashta, të mbuluara nga misteri, aty ku drita nuk depërton dhe ku e keqja fle, duke pritur urdhrin për t'u ngritur përsëri. Profecitë biblike na thotë se ky pus nuk do të qëndrojë i mbyllur përjetë. Vjen një kohë kur qelësi i tij do t'i jepet një qenie që bie nga qielli, e njohur si ylli që ra mbi tokë. Ky yll nuk është një trup qiellor, por një engjëll që ka për detyrë të hap portën e errësirës. Në momentin kur ai hap pusin, tymi ngrihet si nga një furrë gjigande dhe erëson diellin dhe qiellin. Nga ky tym nuk dalin thjesht avuj ose mjegull, por krijesa të frikshme që Bibla i përshkruan si karkaleca, por jo të zakonshëm. Ata nuk ushqehen me bimë, por me njerëz. Më sakt, me ata që nuk kanë vullën e Zotit mbi ballin e tyre. Ata nuk i vrasin viktimat, por i torturojnë për 5 muaj me dhimbje aq të mëdha sa njerëzit do të kërkojnë vdekjen dhe nuk do ta gjejnë dot. Këto krijesa janë përshkrime të tmerrshme të asaj që mund të jetë një ushtri demonësh. Ato kanë pamje si kuaj të gatshëm për betejë, me kurora mbi kokë dhe fytyra që ngjajnë me njerëz, flokë të gjatë si të grave dhe dhëmbë të mprehtë si të luanëve, krah që bëjnë një zhumë të tmerrshme dhe bishta si akrepa që shkaktojnë dhimbje të padurueshme. Kjo nuk është alegori, është paralajmërim, dhe udhëheqësi i tyre është një engjëll i quajtur Abadon në hebraisht dhe Apolion në greqisht, që do të thotë shkatëruesi. Ai është komandanti i forcave të errësirës, një qenie që nuk është më i lidhur me dritën, por është bërë simbol i gjykimit dhe hakmarrjes. Dhe kur ai ngrihet, porta midis botës fizike dhe asaj shpirtërore thyhet. Gjithçka ndryshon dhe njerëzimi futet në një epokë të frikshme. Disa studiues mendojnë se ky moment nuk është thjesht simbolik, por literal, se një ditë një event kozmik, ndoshta një shpërthim në thellësitë e tokës, do të hapë këtë portë të lashtë, dhe se këto forca demonike nuk janë thjesht shpirtërore, por do të marrin formë të dukshme dhe do të ecin mes nesh. Kjo është arsyeja pse shumë profeci flasin për një epokë errësire, mashtrimi dhe dhimbjeje.
Nëse e krahasojmë këtë profeci me atë që po ndodh sot në botë, shohim paralajmërime të frikshme. Luftëra, fatkeqësi natyrore, rritje e errësirës shpirtërore dhe një njerëzim që po largohet gjithnjë më shumë nga e vërteta. Të gjitha këto mund të jenë shenja që jemi afër hapjes së pusit të humnerës. Një epokë që nuk do të ngjajë me asnjë tjetër në histori. Në shumë kultura të lashta ekzistojnë mite për porta që çojnë në botën e nëndeshme. Egjiptianët, grekët, madje edhe disa fise indigjene, flasin për vende të ndaluara, ku hyjnë vetëm shpirtërat e humbur. A është e mundur që këto legjenda janë kujtime të zbehura të një të vërtete të madhe? A janë këto vende pjesë të njëjtit, pus që përshkruan Zbulesa 9? Pyetje që na bëjnë të mendojmë, por ndoshta më e frikshmja nga të gjitha është indiferenca e botës. Ndërsa shenjat rriten, shumica e njerëzve janë të zënë me jetën e përditshme, të verbër ndaj asaj që po vjen. Ashtu si në ditët e Noeut, njerëzit hëngrën, pinë dhe martoheshin, derisa vëshimi i zuri të gjithë. Kjo paralajmërim na kujton që t'i hapim syt, sepse pushteti i errësirës nuk vjen me bujë, por në heshtje. Ka dhe një aspekt shpirtëror që nuk mund të anashkalohet. Vula e Zotit në ballë nuk është fizike. Është një shenjë shpirtërore që ndan të zgjedhurit nga ata që refuzojnë të dëgjojnë. Kushdo që kërkon dritën, që kthehet drejt Perëndis me zemër të penduar, është në mbrojtjen e tij. Por ata që e përbuzin, që ndjekin rrugën e errësirës, janë ata që do të vuajnë kur pusi të hapet. Në këtë histori nuk ka vend për neutralitet, apo qëndrim të ftohtë. Secili prej nesh ka një zgjedhje për të bërë, të qëndrojmë në dritë, apo të rëshasim drejt errësirës. Çdo veprim, çdo vendim, është një hap drejt njërit ose tjetrit destinacion. Dhe kur ora të bjerë, nuk do të ketë më kohë për pendim. Derën e humnerës nuk e mbyll më njeriu, vetëm Zoti mund ta bëjë këtë.